Nëse flasim për këto kohë, ju vetë keni qenë pjesëtar i Shtetësisë Shqiptare të Kosovës, çka kujtoni nga ajo kohë, sa ka qenë e vështirë dhe çka kishte dashur me ndosët në këto 26 vjetorin që kanë qenë vetë radhë ditat e masakrave që kanë ndodhur? Po normalisht se në atë kohë nuk kanë qenë ditë lehta, sepse ushtria qeverimtare të Kosovës ka dalë prej popullit edhe neve në atë kohë na ka mungu gjithçka, pra është dashur mu përpjek, mu organizu për me siguru armatim, me luftu, do thot, Serbinë, edhe gjithçka ka fillu prej zeros, nuk ka qenë lehtë në ato, mu mobilizu edhe me përpjekje me mbrojt vendin tonë. Pra, ka qenë një sakrificë bukur e madhe, jo vetëm e hyna si luftetar, po e gjithë qytetarëve të një vendit, sepse kemi shumë qytetarë cilët kanë sakrifiku, kanë dhënë jetën për lirinë e vendit, në forma të ndryshme. Pra, jemi mundu maksimalisht që ta japim kontributin tonë për lirinë e Kosovës, edhe fatmirësisht në ato Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në veçanti janë bindë, do thotë se duhet me sulmu Serbinë, sepse e kanë pasë çfarë krime të tmerrshme po kryen. Pra, pikërisht kanë qenë masakrat ato që e kanë bindë, do thotë në atë kohë presidentin Bill Clinton që me marrë vendim edhe me sulmu Serbinë. Pra, mos kishte kryer këto krime Serbia, nuk do të intervenonte NATO. NATO ka intervenu me i parandalu krimet që i ka kryer Serbia. Me na mbështet neve sepse e ka po që jemi të shtypun, jemi të burgosun, jemi të shkatrum, të djegun, luftum, gjithçka të masakrum me gjitha këto, edhe për me sjell një drejtësi për gjithë periudhën e luftës, ne s'kemi qenë asnjëherë kundër me uhetu edhe ne si luftetar të UÇK-s. Mirë po është dashur me uhetu secili rast, secili krim që është kryer, secila masakër që është kryer në Kosovë, me radhë. Mos më na përjashtu edhe neve si luftetar me na etu, po jo në këtë formë që po veprojnë. Jo më na akuzu për trafikim organesh, që edhe në këto kushtet sotshme është vështirë të thotë me ndodh këto gjëra dhe më kry këto. Do të kthehemi prapë edhe përfund tek gjykata speciale sigurisht për ta përmbyllur këto, po zotri Qeliçi, çam bani ju realisht në mend e përmendet kur ka filluar vetë bombardimi i NATO-s. Çish është ndjeju vetë, keni qenë në vijën e parë të frontit atëherë, çfarë ndjenje ka qenë? Po normalisht që ka qenë ndjenje e veçantë sepse aty më është kuptuar se gjithçka do të shkojnë në favor të anës tonë, sepse ishte një aleancë e madhe e NATO-s, e cila më në fund kishte marrë një vendim për të na mbështetur, edhe kështu që pritej që shumë shpejt do të vjen liria. Pra, ishte një sakrificë bukur e madhe, edhe një mbështetje këtyre aleatëve, edhe sot bashkë me ta do thotë arritëm te liria dhe sot po gëzojmë këto. Po, për juve, zotri Hoti? Po ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme.